një marshim triumfi si marshi juaj sot. Kjo datë, 28 shkurti, do të shkruhet, do të gdhendet me germa të arta në historinë e kryengritjes paqësore të shqiptarëve kundër narkoshtetit. Për 3 orë, marshi i juaj ishte marshi i fitores, ishte marshi i shqiptarëve, i dignitetit, i guximit, ishte mesazhi më i shkëlqyer që ju i dërguat çdo shqiptari. Ishte mesazhi më i madh që u dërguat miqve tanë në Europë dhe në botë. Ishte të merri, i kallë të merri dhe datën narkodiktatorit Edi Rama. Qytetar dhe qytetare. Gjatë në marshime sipër agent të infiltruar të policisë kriminale. Bravo. Mashtruan kryengritësit se në shtëpinë e ish diktatorit banon Edi Rama. Dhe kjo gjalli një revolt të pakufishme dhe bëri që ata t'i përvishën asaj banese. E gjithë beteja ishte shpërthim urrejtje ndaj Edi Ramës dhe jo ndaj ndërtesave. Por Edi Rama nuk banon të aty miq. Edi Rama banon të tek vile me Mesheut. Prandaj Edi tani fut jo një agent, po dhe 120 agent po të fusish, nuk do mund të devjosh ma. Të dim ku je, në Surrel ose tek vila me Mesheut. Kjo është e vërteta. Për sqarim, për të tjerat, ju i pat vetë madhështin e protestës e revoltës tonë paqësore, rrugaçrit Ilir Prodës dhe Sokol Bishgës, 2 vasal mercenar të Edi Ramës, të cilët do kenë fatin e tij. Miq, korrëm një fitore tjetër sot. Arritëm një rekord të ri në protestën tonë. Çka do thot, asgjë s'ta ndal ne pa hedh Edi Ramën aty ku e meriton, në koshin e plehrave të historisë. Denoj me forcën më të madhe, dhunën jashtë çdo lloj shkaku të përdorur ndaj protestuesve. Me urdhër të Edi Ramës është agresuar në mënyrë personale Luciano Boçi dhe janë përpjekur që t'i krijojnë probleme serioze me sytë. E pa dhe vetë, në një kohë kur ne po rrinim të qetë, topat e ujit Edi Rama i drejtoj dhe Sali Berisht, po i them se e i pa shpresë o budalla. O langaraq, u kratë topa që më kundin mumër. Që ata ta tregojnë mirë. Berisha si do të vijoj aksion. Pra, absolutisht do vijoj e pandalshme, e fuqishme gjën fitore.
A i shef këta këtu. Në qofë se unë u them tani për 25 minuta këta janë në surrel. Mos po e kam shumë qartë atë unë. E kam qartë po pse kot jo më ja unë kam besim plot tek ju. Tek guximi juaj, tek qendresa juaj. Ndaj dhe një mirënjohje. Një mirënjohje për këtë marshim kryengritës paqësor. Tirana nuk e ka pa ndonjëherë. I dha Tiranës një vitalitet, një besim, një guxim që kishte shumë nevojë. Tani të gatshëm na pret kryengritja tjetër. Ne nuk ndalemi. Bota shqiptarët këte presin nga ne. Miqtarë në Europë dhe në botë këte presin nga ne. Edi Rama, vrimin e miu. S'ke ku futesh. Çfarë datë është protesta rrallës? Protestën e rrallës do t'ja u njoftojmë shumë shpejt. Bravo! Ja, sa më shpejt. Bravo! Do jetë forma që ta të nëroj më shumë Edi Ramën. Kjo do jetë forma. Forma që ta të nëroj më shumë. Ju e pat vetë se si ishe bërë gjysmëmejt tek bënte vetë mbrojtjen në bangun e akuzës. Ju garantoj o miq se siç përcollëm Lubin do përcjellim Ramën ne. Po. Nuk ka ku të shkoj. Po, pse çfarë ka? Urdo? Bravo! Hajde pak këtu. Hajde. Ylli. Ky është superstari i marshimit. Sot prania e trive, e adoleshentëve dhe trive ishte kampion. Ata ishin që është të vërteta balli, energjia, guximi i marshimit kryengritës. Bravo. A kishit ju djeni që kishte artist brenda ish-zhvilles të diktatorit Hoxha, sepse nga rrjetet sociale ka pasur artistë huaj të cilët sepse nga rrjetet sociale ka patur artistë huaj të cilët kanë publikuar pamje nga sulmi me Molotov brenda vilës ish-diktatorit Hoxha. Tani do më falish. Tani të them të vërtetën. Për trashëgiminë e Enver Hoxhës nuk mund të kam zero respekt dhe prekupim. Por prishti. Por pyeta çfarë ndodhi. Dhe më thanë ca njerëz me kostume të murme, me uniforma të agjentet policisë kriminale, u thonë protestuesve se këtu tani banon Edi Rama. Dhe ata ju këthy. Pra, ato fishek zjarë që u hodhen aty, ishin kundër Edi Ramës, urrejtje për Edi Ramën. Në fakt Edi Rama nuk banon të aty, se e sjarova, banon të tek vile me Metshehut. Nuk ka pasur një plan para prak. Nuk ka pasur një plan para prak. Për shembull që mund të kenë qenë aty apo? Urdo?
Keni një ndjes për ata artistë huaj që mund të kenë qenë aty? Po kush ishte thuaj aty? Çfarë thuaj? Ç'pun kanë thuaj atë në atë vit aty? Është rezidencë për artistë huaj të Berisha. Kush tha? Kam dëshirë destinacioni. Nga godin që përdorin nga shteti tashmë përdorin për artistë huaj. Me asgjë në botë Edi Rama nuk retushon dot figurën e Hitlerit shqiptar të paslushtës. Edi Berisha keni qenë për disa vite në këtë shtep. Pse nuk e keni shembull atë vit më herët? Dhe çdo Jo, ajo tjetër të Enver Hoxhës. prit një minutë. Por i ktheheshin, jo, unë kisha planet e mia, shumë e vërtet pyetja jote. Aty ku sot është piramida, aty do ndërtoj parlamenti. Do ndërtoja parlamentit. Një, tek vira e diktatorit ka një territori është i privatëve. Dhe unë do ja u ktheja privatëve ato. Kisha unë projektet e mia, nuk kisha asnjë dyshim në atë. Por dhe projekti për parlamentin u bë dhe ju mund të merrni kronikat tuaja të shifni. Do ndërtohej ndërtesa e re e parlamentit. Ka ngel letër për shkak të buxhetit të lartë që kishte. Jo, absolutisht nuk ngeli për buxhet të lartë, ngeli për disa arsye sepse edhe buxhetin e siguroja, isha i vendosur të siguroja ashtu, në qoftë se të kujtohet. U bë një takim në parlament dhe me Edi Ramën, i cili bëri avokatin një lloj sikur ta kishte shtëpinë e Tjatit. Ju kujtohet, po as s'ja mora për bazë, parlamenti do ndërtohej. Dhe parlamenti dhe u bë konkurs ndërkombëtar për ndërtesën e parlamentit. I keni të gjitha në kronikat e televizioneve. Se të Berisha do të vijojnë protestat në këtë formë që pam sot apo do të ketë forma të tjera? Opozita, genialiteti i opozitës është të organizoj protestat më të shumëllojta dhe me jehorin më të madhe të dyja. Por siç e pe, kjo ishte një protest e veçantë krejt, kur ndonjëherë Tirana, marshim 3 orësh nuk ka njohur, edhe ja pra e thash, ja ku janë të gatshëm të nisen së bashku me mua në Surrey. Po, pse nuk niseni? jo, sepse gjërat kanë planifikim në tyre. Nuk nisem pa plan, kur të bëhet plani, nisem dhe bitisim. E bitisim. Keni qenë të mrekullueshëm. Nuk mund ta imagjinoni se çfarë njoftësie keni përcjell tek qytetarët shqiptarë sonte kudo që janë, tek të gjithë shqiptarët. Një përqafim për gjithë ju dhe një mirënjohje të pakufikshme. Mirupafshim.